Ndërishëm për këtë komunikim të drejt për drejt dhe punë të mbarë gjatë ditës së nesërme, tani rada i vjen Ana Moravës. E nga kjo pjesë e vendit do të na raportojnë gazetarët Endrita Bajrami dhe Besa Huda. Mirë po, për përgatitjet e fundit për këtë proces zgjedhor, e kuptojmë nëpërmjet kësaj linje të drejt për drejt. Mirë mbrëma, vajza. Mirë mbrëma edhe për juve, ashtu si që përmendet, po lajmërohemi ka zemra e Ana Moravës, saktësisht nga qyteti i Gjilanit, ku qytetarët e kësaj komune nesër do t'i drejtohen kutive të votimit për të përcaktuar se kush do t'a udhëheqë komunën e tyre në 4 vitet e ardhshme. Në këtë garë përfundimtare dhe vendimtare do të garojnë Alban Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Arber Ismaili nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Të drejtë vote për t'ju drejtuar këtyre kutive të votimit do të kenë rreth 108.000 qytetarë në këtë komunë. Këtë proces zgjedhor do ta përcjellim bashkë me gazetaren Endrita Bajrami, e cila do t'jep edhe detaje të tjera. Po, faleminderit Vesa, nëse Alban Hyseni do të qëndrojë në pozitën e kryetarit të komunës